Dhe recetat me kadayif kohëve të fundit Arnora janë shumë trendi. Po. Prej më duket prej asaj çokoladës së Dubajit, po. E kam të gustuar recetën e çokoladës së Dubajit, pothuajse në 2 apo 3 versione dhe gjithmonë është pëlqyer vërtet. Apo. Është shumë e shijshme, mirë po për shijen tim duket pak ma ëmbël se sa edhe për shijen tim është më shumë e shijshme, një lug 2 më shumë nuk mundesh sepse është shumë e ëmbël. Ndërkohë derisa po gatuan dhe un po flas kuzhina e Arnorës gjendet në Facebook, në Instagram edhe në YouTube, apo. Në gjitha platformat, në rrjetet sociale e ke kudo me logot e njëjtë, kuzhina e Arnorës, kudo edhe në YouTube edhe në Facebook, TikTok. Super, sepse ata që po ndjekin edhe tash i përmendë disa receta që i kitë postune edhe hinë i kërkojnë. Atë mund të gjeni receta të ndryshme, jo vetëm një recetë të thjeshtë, por receta nga më të ndryshmet, edhe gjithmonë e kam fokusin edhe tek recetat tradicionale dhe mendoj që duhet t'i ruajmë ato dhe pothuajse edhe po pëlqejnë më shumë, jo vetëm që nga të moshuarit, po edhe nga të rritë. Kamermanat e me, sa po ta bën pak më herët një kërkesë kështu para xhirimit, kur po vjen me gatu fli, kështu se çet kërkesë do është ndaj ditë tradicionale, po ndaj mënyrë të flijave që unë e di se janë disa versione, për shembull Gjakova i qesin pak më ndryshe. Nga ona jonë Drenica i qesin pak më ndryshe. Nuk e di dhe qani si e bajnë. Në trojet shqiptare ka versione të ndryshme, kemi dhe fli kuksi apo flija të ndryshme edhe në Shqipëri. Mirë, po ne duke gjë ne gjithmonë i themi fli me rana, që pjeket realisht sa që e pjek 2 herë, që është edhe më lehtë edhe për organizmin, sepse llogaritë që flia kuptohet, nuk është nga ato të shëndetshmet, mirë po për qefi. Është për një si cheating day, kur thojmë sot po ha, çka po duam rana mujit edhe. Vitin e kaluar realisht ishin në Bjeshk edhe atje kem përgatitur fli, kështu që atje ja vlen. Nuk shkon diçka tjetër më shumë se sa More na vim edhe në Bjeshk, kombinator jam po. Vim Bjeshk e xhirojmë flin. Me kënaqësi, shkojmë bashkë. Shkojmë bashkë.